Aktivitetet e influencerave dhe videoblogerëve po hynë zyrtarisht në sistemin e formalizimit fiskal. Ata që gjenerojnë të ardhura nga aktivitetet online do të trajtohen njësoj si çdo biznes tjetër me detyrimin për të regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit dhe për të pajisur me NIPT. Sipas kontabilistit Armand Mala, ligji i ri nuk sjell ndryshime thelbësore nga i mëparshmi, por forcon zbatimin. Këto të ardhura të gjeneruara nga platformat online apo në këto forma të ndryshme nga biznesi tradicional, duhet ndërgjegjësohen dhe duhet i deklarojnë si kundërse një biznes tradicional. Ato të ardhura do të jenë në llogarinë e tyre në mënyrë të drejtë, pra duke u nënshtruar tatimi dhe jo më të ardhura në të zeza. Kjo bën mirë për të gjitha palët, pasi dhe në rast se në një ditë më vonshme i nënshtrohen një jetimi pasuror, këto të ardhura janë të ardhura të deklaruara. Megjithatë, identifikimi teknik i faqeve dhe profileve që gjenerojnë të ardhura është një sfidë sipas tij. Por nga ana teknike, ashtu si kundërse e përmendëm sërish, të shikoj shumë të vështirë se si do arrihet me identifikimin e gjithë këtyre akanteve online. Të ardhura do të gjurmohen përmes informacionit bankar dhe kryqëzimit të dhënave mes institucioneve. Sa më shumë gërshetohen institucionet, sa më shumë të kryqëzohet informacioni, më lehtë bëhet për të verifikuar këta individ. Në momentin që një influencer pajiset me NIPT, ai fiton të drejtën të gjenerojë të ardhura nga çdo marrëveshje, por njëkohësisht ka edhe detyrimin të deklarojë dhe të nënshtrohet tatimit. Nëse një individ refuzon të publikojë apo të dorëzojë të dhënat brenda afateve ligjore, ai rrezikon masë administrative dhe fiskale deri në penalitete. Sipas ekspertëve, kjo nismë vjen si rezultat i formalizimit të tregut.